Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ambasadori amerikane në Shkup, Angela Aguilar, refuzon komentet mbi mosdhënien e vizës për ministrin e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë Fatmir Limani. Aguilar tha se nuk mund të tregoj për shkak të ligjeve të rrepta të privatësisë, por theksoi se ministri mund të përgjigjet, pasi ambasada për çdo vendim informon aplikantin për vizë. Prakimi i ligjit të rrepta të privatësisë në Shtetet e Bashkuara, pra nuk mund të diskutojë asnjë problem me vizat të asnjë individi. Do t'ju drejtoja tek ministri ta diskutoni se çfarë ka ndodhur, por thjesht do t'ju them se me çdo aplikant të vizës së Shteteve të Bashkuara që procesi i shpjegohet individit dhe nëse ka diçka shtesë, edhe ajo shpjegohet, tha mes së tjerësh ambasadori amerikane në Shkup Angela Aguilar. Profesor Dr. Bekim Fetaj është zgjedhur rektori i Universitetit Nën Terezë në Shkup. Sipas listave zgjedhore të fakulteteve të regjistruara, ishin gjithsej 76 votues në ditën e votimit, votuan 74, 73 të vlefshme dhe 1 e pavlefshme dhe 2 votues nuk shfrytzuan të drejtën e votës. Mandati i rektorit të zgjedhur zgjat 3 vjet, duke filluar nga 26 prilli 2025. Profesor Dr. Bekim Fetaj është doktorant i shkencave kompjuterike, i cili ka mbaruar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Teknologjisë në Graz. Ai gjithashtu mori diplomën master nga Oxford Brookes University në Angli. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Nga 14 marsi shkurtohet koha udhëtimit drejt Tiranës dhe qarkut të Dibrës dhe Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Edi Rama konfirmon hapjen e tunelit të Murrizit. Kreu i qeverisë lajmin e dha një ditë pasi dorëzoi listat e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Ky është tuneli shumë pritur i Murrizit, i cili më në fund u dorëzua. Kryeministri premtoi se sa të jetë ai në qeveri, rruga e Arbrit do të jetë pa pagesë. Ky tunel është i ndërtuar me partneritet publik-privat, e gjithë rruga e Arbrit. Rruga e Arbrit dhe tuneli sa të jemun, këtu s'do të ketë tarif, deklaroi kryeministri Edi Rama. Një absurditet që vetëm në Shqipëri ndodhe, komentoi avokati Max Saxhia, njëherë kryetari i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, vendimin e gjykatës për të lënë në arrest me burg kryebashkiakun Erion Veliaj. Në një prononcim për mediat, Saxhia shtyi mendimin se për vepra që nuk paraqesin shkallë rrezikshmërie nuk mund të aplikohet masa arrestit me burg. Presim të ndodhë një çuditë në gjykatë lartë. E natyrës që të pranoj kërkesën për zëvendësimin e masës së arrestit të Erion Velis, sepse nuk konkuron asnjë nga kushtet dhe kriteret për mbajtur në burg një person të tjetër. Në listën e koalicionit janë djem, vajza, burra e gra që kanë bërë një qendresë epike gjatë këtyre 4 vite, është komenti kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha për skuadrën e kandidatëve për deputet opozitës në zgjedhjet e 11 majit. Një listë e tillë kaq cilësore nuk është paraqitur para elektoratit shqiptar, është komenti i ish-kryeministrit Berisha, ndërsa nuk munguan akuzat ndaj rivalëve politik. Shqiptarët pra pan mbrëm kontrastin e jashtëzakonshëm midis kandidatëve të opozitës për Shqipërinë madhështore, të aleancës për Shqipërinë madhështore, ndërta politikan me eksperiencë dhe të përkushtuar, promotor të kauzave të drejta dhe të mëdha të qytetarëve shqiptar, pan në listën e koalicionit për Shqipërinë e aleancës për Shqipërinë madhështore. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.